kur i arreston, ka mbaruar çdo gjë. Pra, unë i thash edhe spaku dije dhe pardije, që arrestojni flagrancë. Çdo të thot flagrancë dashur shqiptar. Këta praher pas kanë imunitet, po u mlodh, thonë kemi imunitet, u mlodh 5-5, 5-4, me gjithë Peleshin, u bën 5-5, e turpruan prokurorit që ishin aty, do me thënë të spakut, ikën nga karrikja, filluan dallaveret, dhe me gjoja flisin njëri me tjetrin, su muan vesh, ikën. Flagrancë do të thot dashur shqiptar, kur njeri e zet duke vjedhur. Po çfarë do më? Spaku 1% ka thënë atje. Në televizor që e vunë në kompjuter. 1%. Tha që 300 shtëpi, 300 apartamente. A herë, këtu shqiptarë s'kan një dhomë të flenë, po flenë jashtë. Shqiptarët kur atë tërmeti, akoma dhe sot janë me ambrella, në tërë Shqipërinë. Gjithë parat që erdhë nga Evropa, nga Turqia, dha shumë para. Ku janë? Ja pra ato me metro kub që i kanë të fshehura, në për tunele, në për magazina, në për muret e shtëpisë, në baqa, dhe në pemët. Ja pra, i vodhë. Ja pra i Peleshi, që do arrestohet shumë shpejt, që thot jam kryetari i parlamentit, i kuvendit, ka qenë ministri, ka qenë ministri bujqësisë. Kudo? A i ka vjedh kret Devolli, kret Kolonjën, kret edhe dej në Podgorije ka vajtur, ka vjedhur, dhe su ka dhenë para shtëpive, dhe sot i ka të rëzuara. Do japin llogari të gjithë, edhe ai që ishte zvenc kryeministri, pinte shampanjë, $5.000, do t'u vi këtu, e kemi në Zvicër. Këtu do t'u vi. Se ka vjedhur më keq se këta, njëso janë. Pra, gazetare unë kam thënë dhe të gjithë do arrestohen, edhe Berisha do arrestohet flagrancë, ai që bëri atë bombë që odhi në Gërdec, Fatmir Mediu, flagrancë, djali Berishës flagrancë, të gjitha do arrestohen, ndoka u ka vajtur për arrest, Sheu, dritan Sheu, nuk janë pak këta më dashur shqiptar. Këta janë për 35 vjetë që kanë qenë ministra, që kanë qenë zvenc ministra, që kanë qenë drejtorët e porteve të kufirve, atje pastroshin para. Kjo që është ministre e jashtme, Gjaçka, se ka Gjaçka, se ka Spiropali, qanë nuk ka vjedhur dashur shqiptar. Ajo ishte me një fustan me arne, arriti ka marrë miliona $, arriti e bën deputete, nga deputetja kryetare parlamenti, nga kryetare parlamenti ministre jashtme, por do përfundoj shumë keq. Pra, këtu nuk është një për të arrestuar dashur shqiptar. Mja foltë dhe thoni, e duam Berishin, e duam Edi Rama. Ata janë të arrestuar dashur shqiptar. Nuk dalën me dot jashtë. Por, çdo gjë ka radhë.